Pas kësaj gjykatet veçantë, do të thuhet që po, serbët kanë bërë ma shumë krime, por krimet ma monstruoze i kanë bërë shqiptarët, korrjen dhe trafikimin e organeve. Me të vërtet, për nga sasia do të thuhet që serbët kanë bërë ma shumë krime, Serbia, ama krimet ma monstruoze i kanë bërë shqiptarët. Në shumë vitet e ardhshme, përdorimi i fjalës Kosove UÇK në të njëjtën fjali me fjalën krim lufte, krim kundër njerëzimit, trafikim organesh, do të proliferohet pafundësisht e globalisht në përmedjet e ndryshme botërore dhe kjo do të jetë teje të dëmshme për imazhin dhe reputacionin e Kosovës në botë. Pra, kjo është një hap i madh mbrapa që po i ndodh Kosovës gati 15 vjet pas çlirimit e më shumë se 6 vjet pas shpalljes pavarësisë. Por, tha që po e lejon tribunalin për shkak se beson që ai vetë nuk ka me përfunduar. Nëse ka ndonjë mik ndërkombëtar që mund t'i ndihmojë Kosovës, do ta bënte këtë duke i treguar kryeministrit që edhe ky vetë do të përfundojë. Se po t'i thuhet kryeministrit Kosovës që edhe ky vetë përfundon aty, s'ka tribunal. Por shpresa e këtij që ky vetë s'përfundon, po shokët e tij shkojnë, thot e kemi një farë sfide të madhe që duhet t'i përgjigjemi me përgjegjësi. Kjo është edhe tupshme, përveç se e padrejtë. Serviliteti i kryeministrit Thaçi dhe të tjerëve ndaj çdo burokrati ndërkombëtar nuk bëhet për hir të shtetit dhe të kombit, por nga motivet e qëllimit e ngushta personale. Këta nuk po nënshtrohen sepse është interesi i Kosovës. Këta po nënshtrohen sepse është interesi vetjak i tillë. Por le të mos harrojmë që nuk mund të na mbrojnë Republikën njerëzit që konsiderojnë veten dhe tjetrin